Atmosferë festive në fshatin Goraj të Malësisë së Madhe, ku u prurua kampanjeli i kishës së fshatit, një dhuratë për komunitetin nga dy bashkëdhetarët emigrant, Salvator Spathari dhe Alex Mreshaj. Ceremonia u zhvillua gjatë meshës së shenjtë, ku famulitari Atë Gazmentinaj shprehu mirënjohjen për kontributin e dy emigrantëve, të cilët financuan ndërtimin e shtatores së Zojës, Kambanës dhe kompanjelit të kishës. Në fjalën e tij, Tina i vlerësoi bujarinë e tyre dhe uroi që emigrantët shqiptar kudo që jetojnë dhe punojnë të mos e harrojnë kur vendlindjen dhe të vazhdojnë të kontribuojnë për komunitetet e tyre. Vllazë dhe motra, sot është një ditë e veçantë për një pjesë të familjes tonë, por për këtë familjen tonë, që është familja e Kastratit në fundit dhe këtu është fshati juaj Goraj dhe Butiq. Kur në mes të këtyre dy fshatëve që kanë edhe lagjet e veta, mësëre, është kjo kishë. Dhe s'fundit është edhe një kompanjet zbashkët me një kumon që tingëllon aq bukur, sa që nihet besoj prej qatë shnimit, apo si i thoni ju, e deri të Mroshajt apo Mreshajt që janë në kodër. Dhe është një gjë e bukur në vërtet që jemi vlerë sot për me inauguru për një kështu punimet e këti kompanjerit dhe kumonës. Dhe sot, zotnit, Salvatori, Leci, gjithë ata që janë rreth tyre, sepse secili ka një rreth familjar dhe miq e shoksh që punojnë rreth për me realizu këtë gjatë dhe me realizu festën, kanë dashur që sot jemi zbashkët në një moment si bashkësie krishterë dhe si besimtar që miq, shok e familjar. Para 2 viteve të paka shumë, s'ka pas kur gjatë. Para 1 vitit, ja kemi nis punës qoftë në Kastrat, qoftë edhe këtu ma vonë vërtet. Por sot kemi një kishë të re të restauruar me atje dhe gjithë ajo punë e madhe që është bërë, e këtu kemi një kompanji, një kumon, një ndryqim, e me gjitha kena gëzimin e fytyrës tuaj. Kjo duket me kemi gjitha. Mos lejoni me marrë gëzimin e shpirtit kërkush. As një fjalë keqe, as një ilnim, as një kastigim, as një njeri mos t'ja marrin gëzimin e shpirtit, sepse nuk e meriton ai njeri me jo prish qetësinë e gëzimin e zemrës. Uroj edhe një herë, falenderoj dhe uroj që të gëzojnë këtë kompanjet, të gëzojnë të kumon, edhe mësënejna kena me marrë dhe me kishën mërën, por me një zotit kada. Pas ceremonisë së bekimit të kompanjelit, banorët e fshatit dhe të ftuarit morën pjesë në një drekë festive, ku atmosfera u shoqërua me këngë dhe valle tradicionale, duke festuar së bashku deri në orët e vona të pasdites.